Një lajm i shumë pritur dhe tejet i gëzueshëm ka ardhur për mijëra qytetarë shqiptarë që përfitojnë pension. Kryeministri Edi Rama ka njoftuar zyrtarisht nisjen e një projekti të ri ambicioz dhe konkret për përmirësimin e jetës së pensionistëve, përmes rritjes së pensioneve. Sipas deklaratës së tij, që nga muaji shtator, pensionet do të rriten me 10, një vendim që synon të lehtësojë barrën ekonomike dhe të përmirësojë cilësinë e jetesës për një ndër shtresat më të ndjeshme të shoqërisë. Edi Rama e ka quajtur këtë vendim një prej angazhimeve më të rëndësishme të qeverisë, që nuk lidhet vetëm me financat, por me dinjitetin dhe respektin për brezat që kanë kontribuar për ndërtimin e vendit. Sipas tij, rritja e pensioneve është vetëm hapi i parë i një plani më të gjerë social, i cili parashikon edhe përmirësime të tjera në shërbimet që ofrohen për të moshuarit, përfshirë kujdesin shëndetësor dhe aksesin në infrastrukturë më të përshtatshme për moshat e treta. Ky është një projekt që ka ardhur nga dëgjesat me njerëzit, nga takimet me pensionistët, dhe mbi të gjitha nga nevoja për të rregulluar një padrejtësi të vjetër, një pension që nuk i mjafton askujt për të jetuar me dinjitet. Ne kemi punuar në heshtje dhe me përkushtim për të bërë të mundur këtë rritje që do të ndjehet realisht në jetën e përditshme të çdo pensionisti në vend. U shpreh kryeministri në fjalën e tij publike. Një lajm i shumë pritur dhe tejet i gëzueshëm ka ardhur për mijëra qytetarë shqiptarë që përfitojnë pension. Kryeministri Edi Rama ka njoftuar zyrtarisht nisjen e një projekti të ri ambicioz dhe konkret për përmirësimin e jetës së pensionistëve, përmes rritjes së pensioneve. Sipas deklaratës së tij, që nga muaji shtator, pensionet do të rriten me 10, një vendim që synon të lehtësojë barrën ekonomike dhe të përmirësojë cilësinë e jetesës për një ndër shtresat më të ndjeshme të shoqërisë. Edi Rama e ka quajtur këtë vendim një prej angazhimeve më të rëndësishme të qeverisë, që nuk lidhet vetëm me financat, por me dinjitetin dhe respektin për brezat që kanë kontribuar për ndërtimin e vendit. Sipas tij, rritja e pensioneve është vetëm hapi i parë i një plani më të gjerë social, i cili parashikon edhe përmirësime të tjera në shërbimet që ofrohen për të moshuarit, përfshirë kujdesin shëndetësor dhe aksesin në infrastrukturë më të përshtatshme për moshat e treta. Ky është një projekt që ka ardhur nga dëgjesat me njerëzit, nga takimet me pensionistët, dhe mbi të gjitha nga nevoja për të rregulluar një padrejtësi të vjetër, një pension që nuk i mjafton askujt për të jetuar me dinjitet. Ne kemi punuar në heshtje dhe me përkushtim për të bërë të mundur këtë rritje që do të ndjehet realisht në jetën e përditshme të çdo pensionisti në vend. U shpreh kryeministri në fjalën e tij publike.